atëherë edhe pjesa shpirtërore do të bëhet një balancim perfekt në mes të asaj e cila është shpirtërore dhe asaj e cila është trupore. Prandaj një mendje e shëndosh është në trup të shëndosh. Nëse do të ne kemi trup të shëndosh, nuk mund ta jap askush atë dhunti, nëse do të ne nuk përkujdesemi. Andaj duhet të ngritet vedia e popullatës që do të bëj agjërimin, por jo në mënyrë vetëm se thot dikush, po të lexon mirë brenda agjërimit, të shet dobitë e tij në aspektin medicinal, pastaj në aspektin do të shpirtëror, atëherë do të bëhet një komparacion shumë i mirë dhe ata persona do të nuk besoj që do ta lanë kurrë më agjërimin e tyre, duke fisnikruar, duke shtuar matutje, për arsye se do t'i shohin dobit. Dhe gjithsesi që Zoti i Madhëruar do të çon begatin zemrat e atyre të cilët do të kanë hapur dashamirësi me atë krijuesin, ai i cili dha syt, ai i cili dha mendjen, ai i cili dha sistemin e të dëgjuarit, të pamunit. Sistemin gastrointestinal, lokomotor, do të është një mrekulli e panumërt. Thjesht do thot në mesin atyre që lexojnë dhe mos kuptosh njëshmërinë e Zotit, atëherë do thot që ke një deficit shumë të madh dhe gjithë ajo arritje është pa vlerë, ashtu mendoj Spaku. Prandaj do të shkencëtarët e mëdhej besojnë në fuqinë binatyrore, prandaj edhe duhet të besojmë se aty ka, mbasi që pejgamberi alayhis salam thotë që agjëroni që t'jeni të shëndosh. Ne duhet i vëmë re këtyre fjalëve, nuk janë fjalë do të thjeshta dhe nuk janë filozofike.